Bara financiare për pushtetet lokale konsiderohet me rënda si vjetë. Asociacioni i Komunave të Kosovës thekson se ekzekutivet komunal pa dallim partie po përballen me mungesë financiare dhe gjatë 2026-s mund të humbasin 150 milion euro. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, komunave nga vendimet gjyqësore, ku shumica e tyre kanë të bëjnë me kontrata kolektive, ju kanë marrë mbi 60 milion euro. Kjo sipas Ibrahimit vjen nga zbatimi i vendimeve gjyqësore, aktgjykimeve të kushtetueses, reduktimeve të grantit të arsimit dhe përgjysmimit të atij të performancës. Nga krejt këtu dëme financiare veç komunave sipas tij, psojnë indirekt edhe qytetarët. Shumica absolute e këtyre mjeteve do të miren nga investimet kapitale, nga subvencionet, nga mallrat dhe shërbimet, dhe çka do të munden kryetarët e komunave të investojnë në komunat e tyre përkatëse. Për këtë, Shtëpia e Komunave kritikoi nivelin qendror që po bart tek pushtetet lokale për përgjegjësi financiare që nuk burojnë nga vendimet e tyre.